Hajde ndrojmë të dy këtu. Hajde ti. Jo, po shkaloj do të vetëm unë për të kemi një qeske për të thëmë, çfarë? Jo se mi trashun, ha? Edhe nga trus. Po mirë të... Kalem të dy këtu. Jo, s'kaloj. Atë unë do dalë drejt. Po e kjo ishte një 40, atë po thotin që jeni projekt. Jo. Jemi te pjesa hyrëse. Po çikosh atje janë pak më tutje është gabina famshme uluktrike. E lodhur atje. Kemi shinat e trenit hyrjes rrugës Golem. Tani kjo për çan kohë gjithë njerëz këtu sepse shiko si është. Në vend se gjithë këtë hapësirë këtu ta shfrytëzojnë, gjithë këtë hapësirë këtu. Gjithë këtë hapësirë këtu ta shfrytëzojnë të marrin një kthes. Të hapin, të kthehen makinat e mëdha për biznesën, të janë makinë mëdha për njerëzit, për të shkëmbyer sepse është kthes e fortë për i dhënë hapësirë njerëzve. Këtu do ketë aksidente pafund. Sepse shiko si është situata, shiko si marrin kthesë, bëjmë beton këtu për ta ngushtuar rrugën. Ku di unë çama nije për të ngushtuar rrugët një para punës. E dyta, inxhinier. Tani me këto letra që ja morëm Bishkis. Dhe që ne ja solli kuvendit bashkia. Mund të shpjegosh një herë dimensionet e këtyre pozicionin e rrugës po, jemi këtu. Jemi te përkatësisht jemi te piketa 14. 14. Kjo është piketa 14. 14. Pra jemi këtu, kjo është ura, edhe kjo është harku, që shikoni këtu, ja dhe në terren harku. Ky është projekti Fimosi Vulos. Po, përveç asajt, okej. Tani, sipas detajeve, detaj dum këtu. Me që sa si jeni mirë, si kalove. Sa i përket projektit, që gjërësia urdhroni këtu. Kjo interpretim është për projektin nga piketa 3 deri në piketën numër 24. Ne jemi te 14 atë? Ne jemi 14 deri në 15. Okej. Ky është detaj teknik, Okej. që jepet për të bërë segmenti rrugor. Tani se unë priori kemi një kontrabordur ose brez betoni. që këtu është fresk. Kemi 30-50. Po. Dhe gjërësi trotuare kemi 26 deri në 1.40 pa bordurë. Po. E kanë lënë evazive këtë pjesë, po gjithsesi. Po. Bëjmë një matje parafrage sa i përket pjesës së bordurës. Ja ta koni. Diën e pashë, po jedhin një sallat, domate. Hajde se do merrem unë, po hajde, pa merak. Hajde, vazhdo këtu ti një. Inxhinier, kthehemi nga njerëzit, kthehemi te këtu terren. Duke parë detaj teknike të projektit, sa i përket këtij segmenti rrugor. Po. Kemi kontrabordur, që a priori duhet kishte një element mbushës, gërmim, skarifikim, mbushje me çakull. Këtu pjesërisht interpretohet që kanë mbush, po thjesht kanë bërë pastrimin. Gjithsesi, brezin e betonit në projekti kemi 30-50, gjerësia 30, që këtu në vend e kemi 20 në fakt. Një 10 që e kanë ngëron. Edhe lartësia 50, këtu e kemi 27 beton, po drasa është 30. Nuk e kemi lujt ne se gja e kanë hedhur këtë pjesë. Jemi këtu në këtë pozicion. Edhe një herë, për të kuptuar, i kanë rrujtur 20 lartësi, 30 është drasare. Se shiko qik drasa, futet dhe ja një 7 pond, 6 pond, mos të hamar e ti të dhe ne njëhe burë dhe. Se i njëcë ngrykët atë keqen. Sa ishtu? 7 apo 6? Sa është? 6 tu, 6, shumë mirë. Do me thënë, nga 30 që është drasa, thot inxhinieri, hiqi 24 është betoni nga 50. Pra i gjysë për gjysë. Mirë si je, si kalove ti, mirë të keq. Kemi edhe detajin teknik se i përket gjithësisë trotuarit, që është një nga ankesat kryesore të banorëve të zonës këtu. Po. Në projekt ne kemi 26 deri në 40, këtu shkojmë maksimumi 10. Pra sa do t'ishe gjitha? 26 deri në 40. Zet. Kështu është 10. Kjo është e gjitha si detaj teknik. Pra 30 pond i bie gati, i keni ato vizore që venim klasë parë, ato ishin 30. Me një vizore që të kuptoni sa kanë rrujtur. Po nuk e kanë rrujtur vetëm këtu, po gjithë e kanë ngëron firma njëherë për njëherë. Me të parën kjo. Pra se që pengon të firmën, dakord që diku më te mund t'jetë pa mundur, mund të vëgloj. Po këtu është i gjithë rruga, duhet t'jetë trotuari 26 dhe 1.40, tu është 10. Ore falë tani, tu të ecim dhe? Urdhro, po të kesh 2 qese, dalim rrugën të gjatët. Pra nga 1.40 është 1.10.
30 i ka rrujtur që në fillim ka. Se kështu bërë rrugët tu, prandaj bërtasin njerëzit. Shiko, këtu e ule, ai këtu e ngre betonin, ule, ngri, urdhëro. Duhet ishe 50 që është bërë 30. E ka bërë me dallë deti. Kemi dhe detaj, sa përket pjesës gjërësisë rrugës. Punë e marë. Si e gjërë? Si kalon? Jene rrur. Me shëndet. Si kalon ti? Mirje? Ja po i masin pak ta si pas projektit. Jo, do të bëj vetëm gjira. Haha. A të ndrojmë të dy këtu. Hajde ti. Jo, po s'kaloj do të vetëm unë, por të kemi një qeske për të thëmë, që? Jo se mi trasë, no? Edhe nga trus. Po mirë të... Kalem të dy këtu. Jo, s'kaloj. Atëre unë do dalë ti. Po e kjo ishte 1.40, atë po thoni gjeni projekt? Jo shpjeton, unë des. A, është. Me makinë. Ti të kraj. E valla, Pa para se që banë. e valla. Qek? Leta këtu me tamë. Tani kemi dhe detajt teknik sa e përket pjesës gjërësisë rrugës. Që është? Në projekt ne kemi 50 cm do trajtohet me kunet betoni, sa e përket urave të shirave, që normalisht do visi pas pjesës rrugës. I bje dhe këtu. 50. Po. Kemi 2 4 metër, 2 korsi, 2 korsi, 4 metrë, 2 korsi. 4 metër, do të thot do shkojmë deri te 4.50 që jemi këtu, që mbaron asfalti ekzistus. Pastaj kemi dhe i pjesë tjetër që duhet trajtuar jo më pak se 50 cm, që është kjo diferenca këtu. Që i Që bje? këtu në fund ditës do jetë trup rrugë, Hec? do jetë kunet betoni, Deri do sa? shkoj deri Deri në 5 metër. Dhe këtu. Kjo pjesa këtu të shi, Duhet as është trajtur, as është bërë. Kështu Që që do jetë sa do t'isha 40 pond e thellë? minimalja 40 pond. Pra, si pas projektit duhet trajtur me qaku 40 pond. Duhet trajtuar, duhet skarifikuar asfalti, duhet trajtuar. Kjo në gjeshje, rullosje, Tu i bje që i makine madhe mund t'i dhe kanal të ti. pas një viti, 2 vjetësh do japi efektin Kësa qaris tu. e qarjes këtu. Në mos, se kjo mund t'ketë qik më shumë se. Ka dhe i të mirë tjetër se shafër kanali tu, kështu që lagështira. Po jo, këtë kanalin këtu e pas kënë pastrur, me qëra lafi, ja? Pas kënë pastrur këtë këtu e kemi, si gjithmonë, si të gjitha, si të gjitha të tjera. Jemi në datën 30 korrik, 6. Tjetër, kemi një detaj ndë i fillim në E inxhinjer? njëjta gjeshje, e njëjta... E njëjta vështia skem? e trotuarit është me ngusht edhe janë më të vogël se sa në projekt. Shpresoj mos... Ore, po se pas ka heq të betonit këtu këta inxhinjer, se mos i ham hakun ish 50 këte, ti masim në njëherë këto që kanë hequr? Me njëjtat element. Po shikoj njëherë, se tani që ka qarë betoni, Është nga efekti i temperaturës. po Gjërësia po i zetë. nuk do njomër këto inxhinjer? Edhe lartësia duhet njomër, duhet trajtuar. Edhe lartësia është 30. Po inxhinjer, po këto e qarë gjitha kjo inxhinjer, e ta kort na vapare. Po pse ta hedhim vap dhe pse ta qaret, ore se kuptoj këtë punën e vërtit. Ha? Nga temperatura. Ore betoni ere, Po duhet vibruar, duhet trajtuar. ore këtu betoni ere, i ri, Betoni ka dhe i të mirë tjetër se duhet klasa betoni që të kapi. marka. Marka interpretohet. Po kjo marka këtu, Marka e betonit duhet jetë, po këto qanë zorra për ujnë? ato janë zorra duhet jenë për Ujësillës. që kanë vendosë. Jo kjo trashë, kjo Vendosë kjo. vetë kompani. E trashë është si pas projekti. Në vetëmi detaj që është vendosë si pas projekti. E trashë. Po jo, kjo tjetra? Të tjera I ka vënë kompani. Besoj kompani. Okej. Do me thënë e njëta standard, kanë rrujtur si lartësi si ngjërsi. Edhe trotuari po një 10 i gjithë. Njësoj. Ja për me rakë masë të të njësoj. Po njëta situatë. Shpresojmë mos të faturohet sa që është projekt, se taksa të njerë. Si jeni?